Si do qenë pamje e tyre, si do qenë trupi e tyre, sa është madhësia e trupit e tyre, ne cekëm se xhenemi është shumë i madh. Për këtë arsye dhe Allahu subhanahu e ka përshtat që banorët e saj të jenë të mëdhenj, që t'i përshtatet edhe ndëshkimit të xhenemlive ose ndëshkimit në xhenem. Por Allahu subhanahu krijesat aty e ndryshon, trupat e tyre do t'i rrit, edhe Allahu subhanahu e poshtu pejgamberi Allahut e përshkruan se si do qenë trupi i tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se një banor thot i xhenemit thot është aq i madh do të krijohet ose do të bëhet derisa thot një dhëmball i tij do të jetë sikur se kodra e Uhudit. Paramendon një dhëmball sa një kodër e Uhudit, ata që kanë qenë në Medinë e kanë po kodrën e Uhudit. Një kodër, pra një dhëmball sa kodra e Uhudit, më paramendoni se sa është trupi i tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se mezhlisi thot i banorëve të xhenemit, pra vendi ku do të ulet një banor i xhenemit, thot është sikur se mes Mekës edhe mes Medinës 400 km. Prej Mekës deri në Medinë i ka 400 km. Mezhlisi i banorëve, një prej banorëve të xhenemit do të jetë 400 km. Paramendoni se sa i madh që është me trup. Thot po ashtu pejgamberi Allahut azhajal. Thot se dhëmballa thot e një jo besimtari. Thot ditën e Kiametit është sa kodra e Uhudit. Kurse thot trashësia e lëkurës së tij është 70 para kra. Paramendoni se sa trashë është lëkura e tij. Pse? Që të vihet dëshkimi i vazhdueshëm. Digjet vazhdimisht. Thot pejgamberi Allahut azhajal, kurse krahu i tij është sikur se një mal i cili ka një mbeda apo bidha, një mal prej malve të arabëve, një mal i madh. Kurse thot pejgamberi Allahut, kofsha e banorëve të xhenemit do të jetë sa Uedhan, një mal i cili është kur nisesh prej Medinës deri në Mekë, anën e gjatë një mal i zi. Ashtu do të jetë do të thot kofsha e tij. Paramendoni se sa i madh që është një banor prej banorëve të xhenemit.